Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë diabet, ushqimet që duhet të hani çdo ditë për të ulur sheqerin në gjak. Rritja e sheqerit në gjak ose hiperglicemia mund të shkaktojë pasoja të rënda shëndetësore, duke përfshirë diabetin dhe sëmundjet kardiovaskulare. Prandaj, është e rëndësishme të mbani nivelet e sheqerit brenda kufive normal. Janë disa ushqime të cilat mund të ndihmojnë gjithashtu në uljen natyrale të sheqerit në gjak. Sipas ekspertëve të Healthline, janë një sër produktesh natyrale, të cilët sjellin rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Një ndër to është edhe kanella. Kanella është e njohur për aftësinë e saj edhe për të përmirësuar ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe për të ulur gjithashtu nivelin e sheqerit në gjak. Mund ta shtoni vazhdimisht në smoothie, në drithra ose edhe në kafe, në mënyrë që vlerat e saj të jenë efektive në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Gjithashtu, spinaqi është një tjetër produkt i rëndësishëm pozitiv për personat që vuajnë nga luhatja e sheqerit në gjak. Kjo perime është e pasur me vitamina dhe minerale, duke pasur një indeks të ulët glicemik që ndihmojnë gjithashtu edhe në ruajtjen e niveleve të stabilizuara të sheqerit. Shtoni spinaq në sallata, në smoothie ose të zjerë për një ushqim më të shëndetshëm. Avokado është një tjetër produkt pozitiv që luan një rol të mirë në menaxhimin e niveleve të sheqerit. I njohur si super ushqim, avokado është i pasur me yndyrra të mira dhe me fibra. Këto përbërës ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe ju bëjnë të ndjeheni të ngopur për më gjatë, duke reduktuar kështu edhe ushqimet e tepërta ndikuese negative për shëndetin tuaj. Ekspertët këshillojnë përdorimin e rregullt të ushqimeve për të stabilizuar luhatjen e sheqerit në gjak. Një tjetër produkt pozitiv për personat që vuajnë nga problemet e sheqerit është edhe borunica. Ky frut është i pasur me antioksidant që ndihmon në reduktimin e inflamacionit. Ullëntimet tregojnë se boronicat përmirësojnë rregullimin e sheqerit. Ato mund të konsumohen si meze ose të shtohen në drithra, madje edhe në kos. Një tjetër produkt që jep rezultate pozitive në shëndetin tuaj është edhe tërshëra. E pasur me fibër të tretshme, tërshëra ndihmon në ngadalësimin e përthithjes së sheqernave në zor, duke reduktuar kështu edhe nivelin e sheqerit në gjak. Filloni dietën tuaj me një tas me tërshër ku mund të shtoni gjithashtu edhe fruta për shije dhe për lëndë ushqyese mjaft të favorshme, duke ndikuar edhe në menaxhim më të mirë kundër problemeve të sheqerit në gjak. Një tjetër produkt pozitiv për menaxhimin e shëndetit tuaj është edhe kakao. Pluri i kakaos pa sheqer ka treguar efekte pozitive në nivelet e sheqerit në gjak edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Flavonoidet në kakao ndihmojnë në përmirësimin e ndjeshmërisë ndaj insulinës dhe gjithashtu mund të ofrojnë shumë përfitime. Mund ta shtoni në smoothie ose të bëni çokoladë të nxehtë për të ndikuar kështu pozitivisht edhe në menaxhimin e trupit tuaj. Dieta e shëndetshme është një mjet i fuqishëm për menaxhimin e niveleve të sheqerit. Duke përfshirë këto ushqime në dietën tuaj mund të ndihmoni në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe dietologët këshillojnë që personat që vuajnë nga luhatje të theksuara të sheqerit në gjak të këshillojnë me mjekun e tyre për të zgjedhur produktet e duhura ushqyese, të cilët do të ndikojnë pozitivisht edhe në menaxhimin e niveleve të sheqerit. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk mund ta përdorë atë si duhet. Ky problem shkakton akumulim të tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptomash siç janë trobitit fizike ose sëmundje të zemrës. Sipas të dhënave të Bright Side, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është edhe ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet, të cilat trupi i përthith ngadalë janë të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video, sipas Bright Side, do të rëndisim disa nga ushqimet që rekomandohen për menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak, të cilat do të luajnë një rol pozitiv edhe në shëndetin e përgjithshëm. Gjithashtu, drithrat e plota ose buka prej elbi do të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj. Ndonse shumica prej bukrave nuk përfshihen në dietën tuaj, ato gjithashtu duhet të shmangen.
Buka prej Elbi, ajo prej drithrit të plot të bluar në gur, ka nivele që përmirësojnë gjithashtu edhe në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak, duke sjellë rezultate të kënaqshme në trupin tuaj. Boronica, rrushi dhe mollët gjithashtu janë zgjedhje të mira ushqyese që do të sjellin rezultate pozitive. Shumica e frutave kanë nivele të ulta glicemie sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronica, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi që të shkaktojnë gjithashtu edhe ndikim të dobët në luhatjen e sheqerit. Një tjetër produkt, i cili mund të sjellë rezultate të mira për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak janë edhe patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel më të ulët dhe për më tepër janë të pasur me ushqyes. Një tjetër produkt pozitiv për menaxhimin e shëndetit tuaj është edhe kosi. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit që ul rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi bërë në shtëpi ka nivele të ulta glicemie dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm për dietën tuaj. Tërshëra. Sipas Bright Side, tërshëra ka nivele të ulta glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të niveleve të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban beta-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe gjithashtu ul yndyrën në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën, sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pasur me fibër dhe kanë nivele të ulta glicemie prej nën 55. Ato janë gjithashtu edhe të pasur me produkte ushqyese mjaft të rëndësishëm për menaxhimin e luhatjeve tuaja të sheqerit. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietatin e papërpunuar të tyre për mos ndikuar në shfaqjen e shqetësimeve tuaja të sheqerit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për menaxhimin tuaj të luhatjeve të sheqerit në gjak është edhe përfshirja e hudhrës. Hudhra mund të sjellë rezultate të kënaqshme për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak, duke ditur edhe rëndësinë e alicinës që ajo përmban, do të kthehet në një element të fuqishëm ushqyes, i cili mund të sjellë rezultate të kënaqshme për ju. Hudhra do të ndikojë ndjeshëm në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe ndjeshmërinë e insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet që të hahet vazhdimisht e freskët, sepse ushqyesit e saj janë më të dobishëm. Gjithashtu edhe peshqit janë të mirë për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Peshqit nuk kanë nivele të larta glicemie dhe janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci, i rritur në ujëra të ftohta, është veçanërisht i rekomanduar kundër këtyre shqetësimeve dhe mund të sjellë gjithashtu rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që vazhdimisht të konsumoni produktet e duhura ushqyese. Molla. Për shkak se ofron shumë dobi shëndetësore, ju duhet që t'i shtoni me patjetër në dietën tuaj. Mollët në mënyrë natyrale kanë sasi të ulët të kalorive, ndërsa përmbajtja e lartë e fibrës të ngopë. Lufton kolesterolin e keq dhe përmban edhe nën kontroll luhatjet e sheqerit në gjak. Avokado e pasur me yndyra të ngopura, shumë element ushqyes ndihmon në mbajtjen nën kontroll të sheqerit në gjak dhe stabilizon nivelet e tij. Një dietë e pasur me yndyra të mira mund të ndihmojë gjithashtu edhe në zbrapsjen e rezistencës ndaj insulinës, duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme për shëndetin tuaj. Një tjetër produkt me efekte pozitive për të stabilizuar kështu luhatjet e sheqerit në gjak është edhe elbi, element ky ushqyes shumë i dobishëm për trupin tuaj. Gjithashtu edhe fasulet të konsumuara me moderim në dietën tuaj do t'i japin rezultate të mira shëndetësore. Nëse vuani prej kohësh nga luhatjet e sheqerit në gjak, mos harroni edhe konsultat me mjekun specialist. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë vetëm për qëllim që të informojnë, të mos të zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.